Të nderuar televizionistë, përshëndetje, unë jam Flutur Akasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Bulevardi përpara godinës së kryeministrisë është kthyer në një zonë me masa të forta sigurie. Strukturat e rendit kanë argumentuar mosmiratimin e protestës me analizën e risku, duke iu referuar episodeve të dhunshme të tubimit të fundit, ku përdorën mjete piroteknike dhe bomba molotov ndaj punojësve të policisë. Megjithatë, në zbatim të ligjit për tubimet, autoritetet kanë vendosur një prani të shtuar policore për të parandaluar çdo incident dhe për të garantuar sigurinë e qytetarëve. Edi Rama përdor falangat e krimit, përdor organizatat kriminale, përdor kartelet e drogës, përdor ergyset e administratës për të kontrolluar vullnetin e qytetarëve, për t'i vjedhur plaçkitur ata, për t'i poshtruar, për t'i vrarë, për t'i grabitur. Përdor krimin për të qeverisur Shqipërinë. Por ne jemi sot këtu për të zotuar se zero tolerancë ndaj krimit të organizuar. Dhe nëse në 2005 ne rëndëm pas aldobareve e të tjerë, aldobaret sot janë Edi Rama, Lubi Balluku, ministrat e tij, kurse kartel të drogës, Elvis Doçi, Suel Çena janë thjesht ushtarët e tyre. Ta dinë mirë, se edhe prapa diellit po të shkojnë, ne do t'i gjejmë ata, ne do t'i ndërshkojmë ata me forcën e ligjit. Miqtë e mi, Shqipëria e lirë, Shqipëria e qytetarëve të lirë, do shpall vjedhjen e qytetarëve, krim të rënd, do të ndërshkojë 2 herë më shumë qeveritarë që largohen. Dhe kontrolloni, kanë filluar të ikin miq, drejtora e të tjerë, braktisin Shqipërinë me shpresë se do mund të shpëtojnë. As ju, as Lubia, as Edi Rama, vrimiu nuk do të gjeni. Kryeministri shqiptar Edi Rama ndau eksperiencat e pjesëmarrjes në takimin e Bordit të Paqes edhe në Këshillin Atlantik. Ai kërkoi mbështetje nga presidenti amerikan Donald Trump për të shmangur vendime të padrejta ndaj ishullheqjve të UÇK-s nga Gjykata Speciale e Hagës. Kryeministri Edi Rama ka ndarë me pjesëmarrësit e Këshillit të Atlantikut përvojën e tij nga pjesëmarrja në themelimin e Bordit të Paqes, nismë kjo organizuar nga presidenti amerikan Donald Trump. Rama foli për interesin e lartë të pranishmëve mbi rolin e Shqipërisë dhe perspektivat europiane të vendit, si dhe për sfidat e drejtësisë ndërkombëtare në rastin e ishullheqjve të UÇK-s. Gjatë diskutimit, Rama i kërkoi Trumpit të ndërhyjë për të shmangur vendime të padrejta të gjykatës ndaj Hashim Thaçit dhe 3 drejtuesve të tjerë, duke theksuar se kërkesat për dënime të gjata kanë shkaktuar tronditje dhe pasiguri në Kosovë. Ai kujtoi presidentit amerikan rëndësinë e veprimeve konkrete për mbrojtjen e drejtësisë dhe stabilitetit në rajon. Presidenti Trump u shpreh i gatshëm të mbështesë projektet e Shqipërisë, Kosovës dhe vendeve të tjera që kontribuojnë me trupa dhe forca policore për ruajtjen e paqes në Gazë. Ai gjithashtu i dha siguri Osmanit për përfshirjen e Kosovës në proceset ndërkombëtare lidhur me sigurinë dhe konfliktet me Serbinë. Takimi nxiti interes të madh nga pjesëmarrësit dhe vuri në fokus rolin e Shqipërisë dhe Kosovës në nisma ndërkombëtare për paqen dhe stabilitetin rajonal. Kryedemokrati Sali Berisha ka ftuar qytetarët të marrin pjesë në protestën e paralajmëruar këtë të premte, duke krahasuar me 20 shkurtin e 1991, ditën kur urrëzua busti i Enver Hoxhës dhe duke theksuar se kryemotivi është largimi i Edi Ramës nga pushteti.
Në një deklaratë për media, Sali Berisha i bëri thirrje shqiptarëve të bashkohen në atë që ai e quaj një uragan të fuqishëm për të firmosur fundin e regjimit aktual. Ai bëri analogjinë me 20 shkurt të vitit 1991, kur u rrëzua busti i diktatorit Enver Hoxha, duke theksuar se edhe Edi Rama do të përballet me përmbysjen nga qytetarët. Në një uragan të fuqishëm që Tirana nuk e ka parë nga 91-shi, të bashkohemi për të firmosur së bashku fundin e këtij regjimi dhe fitoren e të ardhmes sonë. Fakti që Rama nuk do të jetë në zyrë kur demokratët do të protestojnë poshtë saj, sipas Berishës, nuk ka asnjë rëndësi. Enver Hoxha ndodhej në varr kur ne e përmbysëm. Enver Hoxha ndodhej në varr. Ne faktikisht përmbysëm regjimin e tij atë ditë. Fatorja ishte një simbol i atij regjimi. Kurse është pse ja mbath Edi Rama, kryengritja paqësore nuk është për Belinda Ballukun, është për Edi Rama. Du të jemi të sinqertë. Jo mos se nuk mund të populli është ngritur kundër Edi Ramës. Lubia është thjesht një sekretar i tij që ka zbatuar urdhrat. Rama ik. Ky është kryemotivi i kryengritjes sonë paqësore. Berisha kritikoi deklaratat e policisë, e cila nuk ka garantuar zhvillimin e protestës për shkak të rrezikut të veprimeve të dhunshme. Tani, to që thoni ju, këto janë nuk i organizon Partia Demokratike. Pse shifni ju ato inskenimet e Ilirian Prodz që i përgatisin në zyrat e policisë dhe japin si foto, nuk i han kush ato. Protestë e fundit ishin policia që hirte mjete piroteknike kundër opozicës. U kapa jo me filma u kap. Ai komentoi dhe pjesëmarrjen e kryeministrit në bordin e paqes pranë presidentit Donald Trump. Siç e pan gjithë shqiptarët, e pa, kaq mund të them. Dakor. Nuk kishte, atë mund të them, ishte takim ndërkombëtar i bordit paqës, Shqipëria në hallën e saj të madh, nuk kish me këtë përfaqësohej, masi Harami është sklav i Edi Ramës dhe nuk ka shumë, shkoi Edi Rama dhe ju e pat vetë. Një bisedë informale mes kryeministrit Edi Rama, presidenti amerikan Donald Trump dhe presidentes së Kosovës Vjosa Osmani në përfundim të ceremonisë së bordit të paqes në Washington ka rikthyer në vëmendje çështjen e gjykimit të ish-krerëve të UÇK-s në Hag. Nga fjala e Ramës u kuptua se ai ka kërkuar Trumpit ndërhyrje politike për të shmangur një vendim të padrejtë ndaj Hashim Thaqit dhe bashkëpunëtorëve të tij. Takimi i parë i bordit të paqes në Washington u mbyll me një bashkëbisedim të shkurtër mes kryeministrit Edi Rama dhe presidentit amerikan Donald Trump dhe presidentes së Kosovës Vjosa Osmani. Edhe pse nuk pati detaje zyrtare mbi përmbajtjen e diskutimit, mesazhet e përcjella nga fjalët e Ramës në ceremoni sugjeruan se tema kryesore ishte procesi gjyqësor ndaj ishullëheqësve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Hag. Kreu i qeverisë shqiptare i kërkoi hapur Trumpit mbështetje për çështjen e Hashim Thaqit dhe 3 drejtuesit të tjerë për të cilët Prokuroria Speciale ka kërkuar dënime deri në 45 vite burg. Rama theksoi se arrestimi i Thaqit ndodhi pikërisht në momentin kur pritej nënshkrimi një marrëveshje historike paqeje me Serbinë, procesi ndërmjetësuar nga administrata Trump gjatë mandatit të tij të parë. Me argumentimin e tij, Rama përmendi dhe faktin se urdhri i arrestimit ishte firmosur nga prokurori amerikan Jack Smith, i njëjti që më vonë hetoi Trump për ngjarje në Kongresin Amerikan. Sipas kryeministrit, kjo përbën një paradoks politik dhe historik, duke shtuar se procesi ndaj ish-krerëve të UÇK-s rrezikon të prodhojë pasoja për stabilitetin në Kosovë dhe rajon. Në fund të fjalës së tij, Rama përdori një thirrje të drejtë për drejtë drejtuar presidentit amerikan, duke kërkuar ndërhyrje përpara fatit 3 mujor të vendimit të gjykatës speciale. Ai paralajmëroi se një vendim që perceptohet si i padrejtë mund të rikthejë tensione dhe dëmtojë përpjekjet për paqe afatgjatë në Ballkan. Një ngjarje e rëndë kriminale ndodhi këtë të premte në 20 shkurt në rrugën Kongresi i Lushnjës në Tiranë, ku viktim mbeti 32 vjeçari Engli Pashollari. Ai u sulmua nga 3 persona, 2 djemë dhe një vajzë dhe ndroi jetë rrugës për në spital. Policia ka identifikuar autorët, por kapja e tyre ende nuk ka ndodhur. Një ngjarje e rëndë kriminale tronditi kryeqytetin këtë të premte në 20 shkurt. Viktim ka mbetur 32 vjeçari Egli Pashollari, i cili u qellua me thik pas një sherrri me 2 persona të tjerë në rrugën Kongresi i Lushnjës. Viktim Egli Pashollari, sapo ka dalë nga makina, është sulmuar menjëherë nga 3 persona, 2 djemë dhe një vajzë. Gjatë përleshjes fizike, njëri prej djemve ka goditur të paktën një herë në kurriz. Pashollarit u dha ndihma e parë pra një lokali dhe më pas në makinën e tij dhe ndihmën e disa dëshmitarëve të vendngjarjes, i cili u
u transportua drejt spitalit. Megjithatë, ai nuk arriti të mbijetojë dhe ndroi jetë rrugës. Policia ndodhet në vendngjarje dhe po vjon hetimet për identifikimin e plotë të rrethanave. Sipas burimeve paraprake, autorët janë identifikuar, por kapja e tyre nuk është realizuar ende. Ngjarja që ndodhi në trotuar është regjistruar nga kamerat e sigurisë në zonë. Motivet e sulmit nuk dihen ende, por dyshohet se sherrri mund të ketë nisur për arsye banale. Autoritetet policore bëjnë apel për qetësi dhe premtojnë informacion të mëtejshëm sapo hetimet avancojnë. Policia e Tiranës ka miratuar kërkesën e opozitës për zhvillimin e protestës kombëtare këtë të premte, duke argumentuar vendimin me analizën e riskut me incidente të dhunshme të tubimit të mëparshëm, ndërsa në terren do të angazhojnë 1300 efektiv për garantimin e rendit. Autoritetet e rendit janë përgjigjur negativisht njoftimit të opozitës për protestën e tretë kombëtare, që pritet të mbahet pas ditën e së premtes në kryeqytet. Sipas policisë, vendimi është marrë pas një analize të detajuar të riskut, duke marrë në konsiderate edhe ngjarjet e protestës kaluar, ku ndaj forcave të rendit u hollën bomba molotov dhe lëndë piroteknike, duke shkaktuar dëmtimin e disa punojësve të policisë. Megjithatë, pavarësisht mosmiratimit, strukturat e sigurisë do të jenë pranishme masivisht në terren. Rreth 1300 forca policie pritet të angazhohen për të ruajtur rendin publik, institucionet dhe sigurinë e qytetarëve gjatë tubimit të paralajmëruar. Thirrje për qetësi dhe respektim të ligjit bëri dhe ministra e Brendshme Albana Koçiu, e cila gjatë një konferencë për mediat prezantoi prioritetet e punës së Ministrisë së Brendshme. Ne kemi thënë shpeshherë protestat janë një drejtë kushtetuese për të protestuar në mënyrë paqësore, për të shprehur bindjet, opinionet apo për çdo gjë që kushdo mendon që do duhet protestojë. Sa i përket faktit që policia e shtetit nuk e ka miratuar zhvillimin e protestës sotme, patjetër që kjo është një procedurë e cila është e lidhur drejt për drejt me dy protestat e kaluara, duke patur në konsiderat veprimet e dhunshme që janë kryer në dy protestat e kaluara, por në ndërkohë nga ana tjetër, ju e thatë vetë, e drejta për të tubuar dhe për të manifestuar është e kujdo. Policia e shtetit ka për detyrë të ruajë rendin dhe sigurinë dhe për këtë është e angazhuar maksimalisht. Ajo theksoi se ndër objektivat kryesor janë vendosja në shërbim të qytetarëve të aseteve të konfiskuara nga krimi, mbështetja për familjet e efektivëve të rënë në detyrë, rritja e pagave për 720 punonjës të strukturave speciale, si dhe vijimi i operacioneve për forcimin e lishmërisë në territor. Autoritetet paralajmërojnë se çdo tubim të zhvillohet në mënyrë paqësore dhe në respekt me ligjin. Policia e Krujës sekuestroi një arsenal të madh armësh dhe lëndës plasëse në fshatin Zall, përfshirë tritol, granata dore, C4, armë zjarri me 9000 fishek. Në kërkim është shpadur Ylli Zaha, 49 vjeç, dyshuar për posedim të këtyre armëve dhe lidhje me një ekzekutim të dyfish në Rinas. Policia e Krujës njoftoi sekuestrimin e një arsenali të madh armësh në kuadër të operacionit Tracking, i cili u gjeti zhvilluar në një kasolle pranë banesës së 49 vjeçarit Ylli Zalla, person i shpallur në kërkim që prej nëntorit të vitit kaluar dhe me precedent më parshëm penal. Në pronësi të Zallës janë zbuluar 24 kallëp tritoli, 11 granata dore sulmuese, 19 mbështjellëse C4, 11 kallëp dinamiti, sasi lëndësh plasëse të montuara me detonator dhe fitila zjarr përcjellës, 27 djegore, 5 granatash, 74 kapsolla detonatore, 3 armë zjarri, krëra dhe pjesë armësh, 2 silenciator, 9000 fishek të ndryshëm, 6 kg hashash dhe uniforma policie. Autoritetet thonë se Zalla dyshohet se mund të ketë ndihmuar autorin në ekzekutimin e dyfish në Rinas me 11 nëntor të vitit kaluar, ku mbeten të vrarë Gilman Todani dhe Muçi Shaljani. Ai ka një histori të gjatë penale, duke përfshirë arrestimin në vitin 2014 për prodhim bombash artizanale dhe përfshirjen në rrjetin e rekrutimit të Shqipërisë për ISIS. Policia vazhdon kërkimet e 49 vjeçarit dhe apelon për bashkëpunim me qytetar për kapjen e tij dhe parandalimin e rrezikut që paraqet ky arsenal armësh. Një ambient nën-toksor i përshtatur si laborator për kultivimin e kanabisit u zbulua në lagjen 10 Korriku në Shkodër, ndërsa 3 persona u arrestuan në flagrancë gjatë operacionit policor në Onët 9.
Një tjetër rast i kultivimit të bimëve narkotike në ambientin të mbyllur është zbuluar nga policia në Shkodër, duke shënuar rastin e dytë brenda një viti, ku tunela apo hapësira nëntoksore shfrytëzohen për aktivitet të paligjshëm. Gjatë operacionit të koduar në onët 9, shërbimet policore identifikuan dhe ndërhyn në një tunel në lagjen 10 Korriku, i cili ishte transformuar në një laborator të mirë organizuar për rritjen e kanabisit, i pajisur me dhamba speciale, panele LED, filtra ajri dhe sisteme të tjera elektrike që krijonin kushte artificiale por kultivim dhe tharje. Në flagrancë brenda ambienteve u arrestua Arvit Papajani, 35 vjeç dhe Klodian Hasanaj, 30 vjeç, ndërsa në pranë ra dhe Dritan Selmani, 40 vjeç, i dyshuar si i përfshirë në aktivitet. Po ashtu edhe punonjës i OSHE-s u arrestua për shpërdorim detyre, ndërsa të tre të tjerë janë në hetim, pasi dyshohet se kanë lehtësuar furnizimin e paligjshëm me energji elektrike dhe funksionimin e laboratorit. Gjatë kontrollit, policia sekuestroi 670 fidan dhe bimë të dyshuara kanabis, si dhe 254 pajisje elektrike të përdorura për kultivim. Autoritetet bëjnë dije se ky është rasti 14 i goditur në kuadër të operacionit në onët. Rreshjet intensive dhe shkarkimet nga hidrocentrali i Banjës kanë rritur ndjeshëm prurjet në lumin Seman, duke shkaktuar përmbytje në disa fshatra në qarkun Fier. 10 hektar tokë bujësore dhe banesa janë në ujë, ndërsa banorët thonë se është hera e tretë brenda pak muajsh që përballen me të njëjtën situatë. Rreshjet e dendura të ditëve të fundit të shoqëruara me shkarkime të forta nga hidrocentrali i Banjës, që sipas të dhënave kanë arritur deri në 100 m3 ujë në sekond, kanë sjellë sërish prurje të larta në lumet e qarkut Fier. Si pasojë, lumi Seman ka dalë nga shtrati duke përmbytur sipërfaqe të konsiderueshme bujësore të mbjedha me kultura të stinës. Situata më problematike paraqitet në fshatrat Petov dhe Mbrostar, ku uji ka deportuar jo vetëm në toka, por edhe në banesa. Banorët tregojnë se kjo është hera e tretë radhazi brenda pak muajsh që përballen me përmbytye, duke psuar çdo të rënda dhe shpesh të parikuperueshme në ekonomitë e tyre familjare. Ata fajsojnë shkarkimet e pakontrolluara, të cilat sipas tyre e përkeqësojnë situatën sa herë ka rreshje intensive. Pas përmbytyjeve të regjistruara edhe në muajin janar dhe nëntor, dome për të përsëritura kanë rënduar ndjeshëm gjendjet ekonomike të fermerëve në zona, të cilat kërkojnë ndërhyrje më urgjente dhe masa parandaluese për të shmangur situata të tilla në të ardhmen. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 21 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht me diell në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në disa zona priten vranësira dhe rreshje të lehta. Paraditja do të jetë me diell në zonat qendrore dhe bregdetare, ndërsa veriu dhe juglindja do të kenë vranësira të her pas hershme. Pasditja vijon me intervale me diell dhe rreshje të izoluara të dobta në disa zona. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 15 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 5 deri në 7 orë me diell në shumicën e territorit. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:21 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:28 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 6 deri në 12 gradë Celsius. Kukës, 0 deri në 5 gradë Celsius. Peshkopi, 1 deri në 7 gradë Celsius. Tiranë, 8 deri në 14 gradë Celsius. Durrës, 7 deri në 15 gradë Celsius. Kavaj, 5 deri në 14 gradë Celsius. Elbasan, 7 deri në 13 gradë Celsius. Berat, 7 deri në 14 gradë Celsius. Korç, 0 deri në 7 gradë Celsius. Vlorë, 9 deri në 14 gradë Celsius. Gjirokastër, 5 deri në 12 gradë Celsius. Sarand, 8 deri në 15 gradë Celsius.
Territori i Kosovës për datën 21 shkurt 2026 do të jetë në ndikimin e motit relativisht të qëndrueshëm me vranësira dhe intervale me diell. Paraditja do të jetë e ftohtë me vranësira të pjeshme, ndërsa pasditja sjell intervale me kthjellime. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 7 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:17 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:21 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovic 1 deri në 4 gradë Celsius. Podujev -1 deri në 2 gradë Celsius. Skënderaj 1 deri në 5 gradë Celsius. Pej 1 deri në 5 gradë Celsius. Prishtinë -1 deri në 3 gradë Celsius. Gjakov 2 deri në 7 gradë Celsius. Malishev 1 deri në 5 gradë Celsius. Gjilan 0 deri në 3 gradë Celsius. Perizaj 0 deri në 3 gradë Celsius. Kaçanik -1 deri në 3 gradë Celsius. Suharek 2 deri në 6 gradë Celsius. Prizren 1 deri në 6 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit për përmendjen tuaj. Bashkë takohemi në edicionet e ardhshme.